Sa për dijeni, periudha në cilën jetoni do fshihet përgjithmonë nga librat e historisë dhe quhet periudha e memeve. Ti jeton akoma në fillimet e internetit, megjithëse ka shumë vite që shpik, me not 200-300 vite në të ardhmen. Do shohin mbrapa në këtë periudhë që jetojnë tash do thonë fillimet e internetit. Dhe kam përshtypjen se kanë përdorur shumë gjëra pa i lënë pa shkruajt, sepse janë të turpsh me mosh shkruaj. Ne gjithë si rrac kanë filluar me fol me meme, askush nuk flet me fjalë, gjithë flasin me meme. Populli shqiptar është me nerva nga që Rama fitoi prapë zgjedhjet, dikush nëpër internet. Rama si lodhen komët dhe Mesi fillon me bë tërvitje, ndërkohë që prista të tipin në kom, gjithë dy bënin meme direkt me sekonda. I shtoni zhurma porë dhe shka mrapa. Sa të shpejt jeni më plak, kjo i ndodh sepse në trurin këtu ju nuk mendoni më me fjalë, mendoni me meme. Në këtë periudhë që jetojmë, ju garantoj që nëse plas nesër apokalipsi zombive, një nga ju do ndaloj mes rrugës, mes zombive për të bërë video, edhe për ta hedhur në TikTok, shih se duket si Majex. Nëse na pushton AI në të ardhmen, një nga ju do bëj foto me ChatGPT-n e do e hedhim në TikTok, ja me shefin. Kjo ndodh se siç u thash, truri i njerëzve ka filluar funksionon me meme. Përgjigjet e pyetjeve i jepni me meme. Dhe kjo është një periudhë që do marroj shumë shpejt, jo se njerëzit do ndalojnë së folurin me meme. Thjesht do bëhet aq normale sa nuk quhet më fol me meme, ose meme, quhet thjesht e folme. Kjo periudhë kështu do marret mend si periudha e memeve dhe nuk do shkruhet librat e historisë, se nuk kanë çfarë shkruajnë, nuk ka shumë detaje që mund të shkruhen. Thjesht populli ishte brain rot nga i parit e i fundit. Kështu që po jetoni në një periudhë që nuk do shkruhet librat e historisë, ose të paktën nuk do shkruhet kështu si po ndodh. Shijojeni këtë informacion. Mirë që s'bot në meme bombardino krokodilo me këto helikopterë të ushtarak që pat to ditë në qiell.